Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin korik edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës sepse përfshihet e gjithë java, temat për dashurim, por dhe temat të ndryshme në këtë kanal. Atëherë fillojmë të shohim si do jetë muaji korik. Ju uroj një muaj të mbar të gjithëve. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshores. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së luanit dhe energji të shenjave të ujit. Ju shoh në fillim të kësaj në javën e parë, ju do lini mbrapa problemet që keni pasur në të kaluarën tuaj, në lidhje me dashurinë, për një pjesë prej jush, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër në lidhje me punën nga ana ekonomike mund t'i merrni situatat nga më të ndryshmet. Por është një periudhë që ju do t'rregoni më të kujdesshëm në lidhje me gjithçka. Ju shoh që jeni përballur me shumë sfida, por do t'ja dilni, do dilni më të fortë nga sfidat që keni kaluar dhe shoh rikthehet një person nga e kaluara në lidhje me dashurinë. Ju do të regoni shumë të kujdesshëm, ju shoh që keni marrë eksperjenca ose më saktë jeni përballur me sfida në lidhje me një person dhe shoh rikthimin e një personi nga e kaluara. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, ju shoh që do keni një lidhje të ngushtë me fëmijët tuaj gjatë javës së parë. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju do gjeni forcën, ndoshta për të ecur përpara, por ndërkohë shoh që do t'i mbështesni shumë fëmijët gjatë kësaj jave, por do gjeni forcën për të vazhduar para dhe në lidhje me çështje nga e kaluara, sepse shoh që rikthehen situata, persona ose çështje nga e kaluara në lidhje me ju. Gjithsesi kjo ka vlerë edhe në lidhje me anën ekonomike, por ju mund ta merrni në çfarë do lloj situate që ju keni. Dhe vazhdoj me javën e dytë. Dhe nuk thamë energjit, kemi të bëjmë me energjit shenjave të zjarit, energjia shenjës së luanit dhe energjit shenjave të ujit. Shoh në javën e dytë. Ju shoh që po mendoni seriozisht në lidhje me një person, me një dashuri ose me një person që do rikthehet nga e kaluara. Ndoshta është një javë ku ju hapet rruga në lidhje me këtë person. Ndërkohë ju shoh në një pozicion të favorshëm, sepse jeni në një pozicion mbretëror, por ndërkohë i vendosni qëllime vetes dhe ju shoh me shumë pasion. Por do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një ndryshim të madh, sepse jemi tek kulla. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, të zjarit, ajër tokë. Gjithsesi ju nuk e di, por do t'i vini qëllime vetes për të ndërtuar gjëra më të sigurta, sepse ju shoh deri në këto momente keni ndërtuar gjëra të pasigurta, një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie që nuk ka funksionuar mirë. Dhe ju i vendosni qëllime vetes për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Ju mund të ndryshoni lukun, mënyrën e jetesës ose të përditshmen tuaj. Në një rast, në rastin tjetër mund të ndryshoni diçka te vendi i punës, që ndoshta deri tani s'ka funksionuar në lidhje me projektet, me bashkëpunimet ose diçka tjetër. Por gjithsesi kjo mund të jetë që ju mund të ndryshoni diçka dhe në lidhje me një zhgënjim, sepse shoh një person nga e kaluara që rikthehet tek ju. Kjo ka lidhje edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Ju ndoshta dëshironi të ndryshoni diçka në lidhje me rutinën tuaj të përditshme ose me shëndetin tuaj. Por shoh një ndryshim të madh dhe për këtë ndryshim i keni vënë qëllim vetes dhe po mendoni seriozisht. Ju shoh që mendoni shumë fort për anën ekonomike, do keni kontrata të rëndësishme në lidhje me punën,
mund të jetë një bashkëpunim, mund të jetë një kontratë e re në partneritete, sepse shohim kemi dhe partneritete ose bashkëpunime, dhe në javën e dytë vjen një ndryshim i madh. Këtë mund ta merrni në çfarëdo lloj situate. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë, shoh që ju do merrni një vendim. Dhe ky vendim ka lidhje me zgjidhjen e diçkaje, për t'i çuar gjërat para, sepse kemi kartën e karrocës, është energjia e shenjës gafores, por dhe e luanit. Kemi energjinë e shenjës së peshores, që është energjia juaj, dhe kemi dhe kartën e vendimit. Ju shoh që ju do merrni një vendim, karta e gjykimit ju thret që ju të merrni një vendim për t'i dhënë zgjidhje një situate, një njohje që keni, një lidhje ose marrëdhënieve tuaja, dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë, por do të jepni në javën e tretë një drejtim më të mirë, ose ju do të jepni drejtim karrierës tuaj, ose anës tuaj profesionale, projekteve, bashkëpunimeve, kontratave të ndryshme. Gjithsesi do harrini që t'i zgjidhni këto situata. Një pjesë prej jush mund të ketë lidhje me gjykatat, me prokurorit, me institucione shtetërore, mund të keni çështje të ndryshme në lidhje me gjykatat, dhe shoh që merret një vendim ku do të jepet drejtim një situate. Kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me dokumentat. Gjithsesi, e rëndësishme është që çfarëdo lloj situate që mund të keni, me zyrat, me gjykatat, prokurorit, me drejtësinë në një pjesë tjetër, shoh që do të jepni një drejtim më të mirë gjërave. Ju shoh shumë emocional gjatë javës së tretë, por ndërkohë do të jepni drejtim dhe emocioneve tuaja në lidhje me këtë person, që do rikthehet nga e kaluara. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt, ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjitë të shenjave të tokës dhe energjinë e shenjës së demit. Gjithsesi, ju shoh që në fillim të javës së katërt do ndiheni në dilema. Më thënë, edhe pse në javën e tretë ju merrni vendime të rëndësishme ose një vendim merret në lidhje me një drejtësi, me zgjidhjen e disa situatave dhe ju harrini të jepni drejtim, në fillim të javës së katërt, ju futeni përsëri në dilema. Nuk e di, por doni të mbroni veten tuaj dhe shoh që do keni të shumë diskutime aty. Por do jenë disa diskutime që ju nuk do harrini të jepni zgjidhje një situate. Dhe këtë mund ta merrni në situata të ndryshme. Gjithsesi, në mesin e javës kalon kjo situatë dhe ju shoh që ju do harrini të stabilizoni anën tuaj emocionale, reputacionin tuaj ju shoh, por ndërkohë ju shoh që edhe ekonomikisht do merrni disa para dhe do ndjeni një lloj sigurie. Por në mesin e javës së katërt shoh edhe ju do keni më besim te vetja, do ndiheni më të sigurt në lidhje me situata, me një person, me një njohje që mund të keni, me një rikthimin e një personi nga e kaluara, ose në rastin tjetër edhe në lidhje me situata të ndryshme. Mund të ketë lidhje me punën, mund të ketë lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj, sepse jemi në energjinë e gafores, që ka lidhje dhe me shtëpinë, dhe ju dëshironi të bëni ndryshime të mëdha, investime në shtëpinë tuaj, investime te fëmijët tuaj, ose të kaloni së bashku me fëmijët tuaj këtë muaj korrik, ndoshta për të kaluar pushimet. Dhe gjithsesi në fund të javës së katërt, shoh që ju do jeni ju do besoni te intuita juaj në lidhje me çfarëdo lloj situate. Do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar dhe do fusni besime të reja në veten tuaj, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, por edhe në lidhje me çfarëdo lloj situate. Gjithsesi, ju shoh që do keni një intuitë fortë në fund të muajit dhe do dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me
me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Gjithsesi është një muaj fantastik për ju. Po marr mesazhet nga angjit sepse nuk i kisha nxjerr. Është një muaj fantastik. Ju shoh që do lini problemet mbrapa, do jeni përballur vërtet me vështirësi, me sfida, por do t'ja dilni. Disa për jush do futen dhe në fëmijën në brenda vetes, ndoshta do jeni duke menduar për fëmijërinë tuaj. Ju shoh në një pozicion të favorshëm, me kontrata të rëndësishme, me ndryshime të mëdha që do vini në jetën tuaj, me zgjidhjen e situatave, por dhe vënien e një drejtësie në lidhje me situata të ndryshme, çështje gjyqësore, mund të kenë lidhje me dokumentat, por mund të kenë lidhje dhe me situata të tjera. Dhe marrim një mesazh nga angjit. Atëherë një mesazh të lutem për shenjën e peshores. Dhe kemi numrin 19, që është karta e diellit. Është një mesazh fantastik, sepse tregon sharm, tregon shkëlqim gjatë këtij muaji, tregon lumturi për ju dhe thotë është një moment i lumtur, thotë. Mbani mend idet, gjërat që ju keni menduar ose idet që ju keni pasur dhe është momenti më i mirë për t'i çuar para. Dhe këtu flasim në lidhje me njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, sepse është vërtet një periudhë shumë e mirë për ju. Dhe besoni te vetja juaj në lidhje me idet që ju keni. Mund të jeni ide në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj, me partneritete, me bashkëpunime, në lidhje me një situatë që mund të ketë lidhje me dokumentat, me gjykatat, me prokurorit. Thjesht besoni te vetja juaj, sepse është një moment vërtet shumë i mirë dhe dielli shkëlqen për ju. Atëherë, kjo ishte për ju. Ju uroj vërtet një muaj të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Ju uroj dëgjim të këndshëm dhe një të diell sa më të këndshme.